Fermerët e fshatrave të Kukësit si Novosej dhe Shishtavec ka nisur kultivimin e patates. Plerimi dhe plugimi i tokës po kryen në kushte të vështira terreni, shpesh edhe me kuaj, ndërsa mbjellja vazhdon të bëhet me dorë. Terreni malor, kostot e larta dhe përkushtimi për ta kultivuar pataten sa më natyrale, me metoda sa më pranë bio, se bën këtë proces të lodhshëm për fermerët e zonës. Prodhimi del me një kosto shumë të lartë. Arsyeja është 200.000 lekë bën një kuintal farë. 100.000 lekë bën një kuintal plekimik. 50.000 lekë do traktori për me plugu dhe me frezu. Edhe kostoja për një dylim patate deri në momentin që ta përgatiti unë ta nxjerrin për ashtu, shkon mbi 1 milion lekë të vjetra një dylim. Duke llogarit me plehun organik, me kjesjellë, me gjitha. Kostoja e prodhimit në krahasim me çmimet e tregut është shumë, nuk në ambulon shpenzimet të nxjerrë. Me marrë një traktor për Shishtavecit, me maqua atje plenin mu 60-70.000 lekë vetëm një rrugë më banë. Unë e kam temin, vetëm i fusi naftë edhe kryej punë të mia. Ndërkohë një tjetër problem mbetet mungesa e tregut dhe çmimi i ulët i shitjes, duke bërë që një pjesë e prodhimit të mbetet pa u shitur. Treg të sigurt nuk kemi, se po të kemi tregun e sigurt, ne mbjellim edhe më shumë. Qofse ne subvencionon shteti farën ose plehun kimik, ne do të kishim mbjell këtë toka, nuk do të kishim mbjell djerë. Disa s'kan gjetur akoma treg për me shit, s'ka tregtar që janë të marrë. Sot shitet patate e importit me emrin e patates Shishtavecit dhe Novosejt. Ka treg, vetëm një na i merr, një është fshatari jon, ai e merr komplet fshatin. Po vetëm ai vjen. Këtë shtëpi, këtë fshatin ai e mbledh me patate. Edhe shetat janë kamës. Megjithatë, patatja e Kukësit vijon të vlerësohet për cilësinë e saj të lartë, fal klimës, relievit dhe lartësisë mbi 1000 metra mbi nivelin e detit.